Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Na bëf Zoti dhe neve fytyra amin e xhmain salihin. Ata ishin djelmosha që synonin kënaqësinë të madhe të Allah te bareke ve taala. Në çdo kohë Allahu ka pasur rob krijesa të sinqerta që nuk e shiten besimin për botën, por e lidhen zemrën me kënaqësinë të madhe të Allah. Ata nuk kërkojnë famë, por kënaqësinë të madhe të Zot, që është suksesi më i madh. Wa ma tawfiki illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Dhe suksesi, fama, reputacioni është në dorën e Allahut, e Allahu na mjafton për çdo çështje tonë dhe tek ai e kërkojmë suksesin dhe në dorën e tij është suksesi. Djelmoshat e shpellës Ashabul Kef. Allahu i madhruar thot: "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ata ishin djelmosha që besuan Zotin e tyre dhe ne u ashtuam udhëzimin. Wa zidnahum huda. Pra ja u forcuam më shumë besimin aty në djelmoshave, ja u shtuam më shumë sepse ata djelmosha që vendosën pra në shpellë i bën bojkot pra perandorisë atëhershme që kishin rënë në adhurimin e statujave dhe idhujve dhe pa adhuronin gjëra të kota. Ata djelmosha pra u betuan që t'i bëjnë bojkot asaj shoqërie që kishte dal nga rruga e drejtë. Ata jetuan në një shoqëri të mbushur me shirk, por u ngritën me guzim dhe shpallën. Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata. Zoti ynë është Zoti i qiejve dhe i tokës. Ne nuk do të thrasim asnjë përveç tij, sepse atëherë do të thoshim një fjalë të padrejtë. Surja Kef, ajeti 14 me radhë. Pra, nëse ne thomë një fjalë të tillë, pra do të thomë një fjalë të padrejtë. Pra, ne nuk i bëjmë Zotit ortak. Ani abudullah, fajtanibu tagut. Ne adhurojmë Zotin e nuk i bëjmë atij ortakëri. E besojmë Zotin si një vetëm dhe të pashoq. Ata e braktisën ratin, qytetin, familjen për të ruajtur besimin e tyre. Dhe Allahu i shpërbleu me kujtim të përjetshëm, duke i kujtuar ata në fjalën e tij të bekuar në Kur'anin famlar. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: 7 persona do të jenë në hijen e Allahut ditën ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij, ndërta është edhe i riu që është rritur në adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala. Kjo tregon vlerën e madhe të rinjve dhe të rinisë që e çojnë jetën në adhurim dhe devotshmëri këta të ri. Pra ata ishin djelmosha që ja dhanë besën Allahut subhanahu wa taala dhe u betuan që do të vepronin vetëm vepra të mira. Kur na shkon mendja sot shumë të ri se si janë të hutuar, të përgjumur dhe kanë braktisur besimin, kanë braktisur studimin, leximin, moralin, kanë rënë në një udhë pa krye, kanë rënë në një gjumë letargjik, me dhimbsen këta të ri, dhe ne lutemi për këtë brez dhe këtë rinit sote që të kthehen te rruga e diturisë, e shkollimit, e librarisë, e besimit, sepse këto dyja duhet të jenë të sinkronizuara me njëra tjetrën, besimi dhe dituria, se me të vërtet frikën më shumti innama yakhshallahu lil ibadi al ulama, më shumti frikën ja kanë Allahut kush? Njerëzit e ditur. Shenjat e atyre që kërkojnë kënaqësinë e të madhit Zot, ata të ri që falin namazin 5 kohët dhe kanë një lidhje të përditshme pra me krijuesin përmes namazit, ndërgjegja, morali, janë të drejtë, të durueshëm, u shërbejnë të tjerëve, ndihmojnë jetëmet të varfrit dhe përhapin të mirë gjithandej. Largohen nga harami, luftojnë tundimet për hir të Zotit. Lexojnë Kur'anin. Janë afër Kur'anit. I shërbejnë fjalës të Zotit me devotshmëri dhe përkushtim. Ibrahimi alayhis salam ishte një rast që na treguohet kur ishte i ri,
Ai I rrëzoi idhujt. Tha, unë ja drejtoj fytyrën time atij që krijoi qiell dhe tokë me sinqeritet dhe nuk jam prej idhujtarëve. Wa ma ana minal mushrikin. Pra nuk jam prej idhujtarëve. Kella, pra, kurse se. Jusufi a.s. refuzoi mëkatin në kulmin e tundimit dhe tha: Ma'adallah, kërkoi strehim tek Allahu. Surja Jusuf, ajeti 23. Ibrahimi a.s., Jusufi a.s., ta ishin djelmosha të ri, sikur djelmoshat e ashabul kevit, djelmosha të ri që të cilët ja dhanë besën Allahut, u përkushtuan në përhapjen e moralit dhe vlerave njerëzore. Ata ishin djelmosha që kishin frikë vetëm Allahun dhe bënin vepra të mira, dhe ne sot e asaj dite frymëzohemi nga këto histori për të qenë djelmoshat e ri që e përhapën besimin gjithandej. Musab ibn Umair e la jetën e luksit për të bërë I pari mësuesi I Islamit në Medinë. Aliu radiallahu anhu pranoi Islamin moshë të re, ishte I vogël, e mbrojti Resulullahin me guxim të jashtëzakonshëm. Thuhet që në moshën 10 vjeçare e mësoi Kur'anin përmendsh. Mesazhi për rinin të tonë të sotme: o ju të rinë, nëse dëshironi nder e dritë, kërkoni kënaqësinë e Allahut. Mos e humb kohën gjëra boshe, por bëhu I dobishëm, ndriçues në punë të mira. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: kush e braktis diçka për hir të Allahut, Allahu ja zëvendëson me diçka më të mirë. Prandaj vëllezër besimtar, ata ishin të rinj të cilët synuan kënaqësinë e Zotit, e Zoti ju dha kënaqësinë këtë dunja dhe në dunjan tjetër, në këtë botë dhe në botën tjetër. Ata u përkushtuan ditën dhe natën në mbjelljen e vlerave të drejtësisë, në mbjelljen e vlerave të moralit, sepse I mësonte Allahu dhe I dërguari I Tij që të jenë të moralshëm, të ndershëm dhe të dinitetshëm. Ata të rinj ditën dhe natën u munduan ta përhapin të vërtetën, ta përhapin arsimin, shkencën, edukimin, fjalën e mirë, veprën e mirë, punën e mirë. Allahu na bëf prej atyre të rinjve që ndjekin shembullin e këtyre të rinjve të cilët u përkushtuan në punë të mira dhe të vazhdueshme. O Allah, na bëj prej të tyre. Na bëj prej këtyre të rinjve që ndjekin rrugën tënde me përkushtim, me sinqeritet, me devotshmëri në punë të mira. Selam aleikum.